Çdo ditë është dhuratë prej Zotit. Çdo ditë që lind dielli është dhuratë prej Zotit të gjithësisë. Shëndeti është dhuratë prej Zotit. Pasuria që sot ke është dhuratë prej Zotit. Një mundësi dhe një shans që ta ka dhënë Zoti është dhuratë prej Tij. Prandaj ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shfrytëzoni disa gjëra përpara se t'ju ikin ato. Shfrytëzoni kohën përpara se t'ju vijë vdekja. Shfrytëzoni shëndetin përpara se t'ju vijë smundja. Shfrytëzoni pasurinë përpara se të kaloni në barfri. Shfrytëzoni të mira që ju ka dhënë Allahu xhalleshanu përpara se të mos i keni këto të mira. Shfrytëzoni kohën e lirë përpara se të vijë një kohë që do të kishi dëshirë, por nuk keni më kohë. Edhe rinin të gjithë duhet ta shikojmë si mirësi prej Allahu xhalleshanu. Madje si gjën më të bukur që i ka dhënë Zoti një krijese. Shihni fëmijët e vegjël. Po ti shihni të gjithë ëndrojnë të rriten e të bëhen të mëdhej. Të gjithë ëndrat i kanë nganjëherë veshin këpucë më të mëdha, veshin pantallona më të mëdha, sepse duan të duken më të mëdhej. Ato faktikisht synojnë që të jenë të rritur, synojnë që të jenë të ri. Pyesni pleqt, çfarë dëshire do të kishin nëse do të realizohej? Të gjithë thonë, as sikur të isha i ri dhe një herë. Dhe jo më kot poeti arab ka thënë, sikur një ditë të vinte rinia e ti tregoj atij se çfarë më bëri mua pleqëria. Sepse në mendje njeriu gjithmonë është i ri. Në dëshira, në pasione, në plane gjithmonë është i ri. Mirë, por nuk i përgjigjet trupi, nuk i ka mundësitë, nuk ka ndoshta kohë. Prandaj rinia është dhuratë prej Allahu xhalleshanu.